Tani unë gjithëherë ku ju tham njerëzve, merr një shembull 18-19 vjeçar na kanë rënë dëshmuar. Përbes, nëse si kujtojmë këta njerëz që na kanë rënë dëshmuar në çet muesh, me çfarë gjakut njëm, sa kanë hedhur shtat në jetën e vet, është e dhëmshme nëse si kujtojmë që ata. E ardhmja jonë nuk është e ndritur nëse si kujtojmë krejt këta dëshmuar. Të gjithë, po sidomos ata të rinjt. Faleminderit prej Zotit që ma ka dhënë këtë mundësi me qenë shërbim të lirisë edhe me kap një armë për lirinë e Kosovës. Kur isha në Drenicë një periudhë shkurtër, kam qenë edhe mboj mend rrështimin kur na i ka bën. Ne ishim kryesisht musheri. Rrështimin që ne ka bëj Laskuadra e mboj mend. Po du me bën një krahasim të njerëzve që sot janë përgjegjës të shtetit dhe pushteteve që i mbojnë në krahasim me fjalët e tij. Ai në shikim të parë duke një njeri i thjesht, po e kish brymues oda, tradita e kudo që ka qenë. Djema kujdes në veprimet dhe në luftën e juaj, sepse lufta do zgjat shumë. Ne na të dasht luftë çlirimtare. Dhe veprimet tona duhet me qenë të kujdesshme që pasardhësit tonë kur të luftojnë me pas drejt me luftu. Andaj unë gjithëherë kam në mendje ja tham gjithkohë njerëzve sot që duhet me qenë të përkushtuar. Çdo veprim që e bëjmë sot në jetën e përditshme duhet me kuptu për pasardhësit tonë. Veprimi ynë me qenë i matshëm, i mirë e sidomos në koordinim me faktorin ndërkombëtar, sepse bashkë me ta kemi arrit krejta këto qëllime. Shumë shkurt, për shkak betejave dhe luftës që bë, komandant ka thonë ka qenë Femil Ladrovci, po unë s'kam qenë te Feminjo, nuk e kum po edhe se kum njëft. Ndërkohë me shok kemi kalu në zonën operative të Nerodymës. Dhe në gusht 98 unë kum kalu atje. Atje kam qenë një ushtar. Atje zona operative në Nerodymës e njërën nga betejat më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atje unë e takova, kur kum shku se nuk pata mundësi pse isha në Burg, kam qenë me Gurseli në Burg. Kam qenë me Bajramin nuk kam qenë, po si të burguesër po. Kam qenë me Shukri Bujën. Nga Burgu, unë shkova në pozicionet ushtrisë çlirimtare të Kosovës, atje takova këta njerëz që unë veç kisha qenë në vujtje dhe dënimet. Ka qenë një ndjenjë jashtëzakonshme, ka qenë një motiv i jashtëzakonshëm. Po Gurseli, bashkë me vllaun Bajramin, me bashkë tjetrin vujtës Sedi unë edhe i Burgjeve, Çamil Xhemalin, familjes Xhemalve, edhe aty. Ata Bajrami, Gurseli dhe Sedi na ran dëshmuar në atë betejë, na ra edhe nga Kaçaniku, Nazim Terziu, Bashkim Vishi, Kemal Etiemi, Arsim Zeqiri, e kështu me radhë patëm një betejë. Beteja e madhe, njëra nga betejat e fundit asoj kuet të natë të thitës, që i kalkulohi që jemi ne, po her pas here, ne pas çdo beteje, dhe para betejes, para se me qenë beteja e Jazecit, ishim shku për armatim. Armatimi nuk ka qenë i lehtë mu marë. Tani unë kam qenë pjesë e ushtrisë. Sfide madhe është puna e logjistikës. Gjysma e ushtrisë është ajo që del vit frontit, po gjysma e ushtrisë është edhe logjistika. Pa logjistikë nuk mundën të funksionu. Kam qenë pjesë e shpjegimeve në Kroaci, kur kam qenë në shkollimet ushtarake atje për oficer për nivelet më të larta. Kanë jo detyru, po dësi kishin interesim me e kuptu. Nuk kishin mundësi me e kuptu funksionimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të formës së betejave, të asoj herë statike, herë të pozicionimit, herë të luftës gorilja dhe furnizimit që e bënim, po mos harrojs, ish vështirë me i thonë që trasimi i kësaj rrugës sigurisht ishte një kushtrim i familjes së Jasharit, më shumë, po edhe të njerëzve që kishin në të kaluarën e kishin trasu këtë rrugë për me ardhur te kjo luftë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tani unë gjithëherë ku ju tham njerëzve, merr një shembull 18-19 vjeçar na kanë rënë dëshmuar. Përbes, nëse si kujtojmë këta njerëz që na kanë rënë dëshmuar në çet muesh, me çfarë gjakut njëm, sa kanë hedhur shtat në jetën e vet, është e dhëmshme nëse si kujtojmë që ata. E ardhmja jonë nuk është e ndritur nëse si kujtojmë krejt këta dëshmuar. Të gjithë, po sidomos ata të rinjt.